Klubi i tenisit Hot Shot ka fituar 5 çmime në ceremoninë e laureatëve 2025, të organizuar nga Federata e Tenisit të Kosovës. Trajneri i klubit, Art Baruti, u shpreh se është shumë i kënaqur me suksesin e arritur, duke theksuar se 5 lojtarë të klubit u shpërblyen me nga një çmim për rezultatet dhe sukseset e tyre gjatë vitit 2025. Çmimet u ndan si vijon: Ajan Rudi, shpresa e vitit 2025, U10; Diora Gjoka, shpresa e vitit 2025, U11; Kaon Baruti, shpresa e vitit 2025, U10; Joni Hima, shpresa e vitit 2025, U11; dhe Olea Gjoka, shpresa e vitit 2025, U10. 5 lojtarë u shpërblyen me çmimet shpresa e vitit. Për kategorinë U10 u shpërblyen Ajan Rudi, Kaon Baruti dhe Olea Gjoka, kurse për kategoritë U11 u shpërblyen Diora Gjoka dhe Joni Hima. Përveç këtyre çmimeve, klubi Hot Shot dhe unë si trajner kemi qenë të kandiduar edhe për çmimet klubi i vitit dhe trajneri i vitit, dhe kemi pas statistikat bindshëm më të mirat nga çdo klub dhe çdo trajner në Kosovë. Baruti shtoi se Hot Shot ishte klubi me më së shumti shpërblime në këtë ceremoni, gjithsej 5. Ky vit do të kujtohet si një vit rekord në Federatë Tenisit, pasi kemi arrit 19 herë të shpallemi kampion dhe 14 herë nën kampion, duke përfshirë edhe turnet rajonal. Dhe duke e ditë se në Federatë Tenisit ka klube me eksperiencë 30 vjeçare, që kanë stafe, financa dhe kushte shumë të mira se ne. Këto 2 vitet e fundit rekord tonat janë një motiv shtesë për të vazhduar, duke ditë që ne nuk kemi fusha fare. Ai theksoi gjithashtu se klubi Hot Shot dhe ai si trajner kanë qenë kandidat për çmimet klubi i vitit dhe trajneri i vitit. Sipas tij, ata kanë pasur statistikat më të mira si në aspektin sportiv, ashtu edhe në promovimin dhe zhvillimin e tenisit, por këtë herë nuk janë shpërblyer në këto kategori.